Korça është qyteti i Radhës, ku kryeministri Edi Rama është ndalur në bashkëbisedim me pensionistët mbi planin e ri të pensioneve dhe angazhimin e qeverisë për të përfshirë pensionistët në hapësirën e rritjes ekonomike të vendit. Ne bëm reformën e cila ka bërë që tavani i atëhershëm prej 24.000 lekësh të zhbëhet dhe sot ne të kemi një numër pensionistësh që marrin pensione edhe 300, edhe 350 dhe 400.000 lekë. Për shkak të kontributeve që kanë dhënë. Për kryeministrin Rama, rishikimi i bonusit të fundvitit është nisja e një procesi që do të çojë në rritjen e qëndrueshme të pensioneve vit pas viti. Nëse duam të rrisim vit pas viti pensionet, atëherë duhet ta marrim më shumë nga sigurimet dhe të shtojmë më shumë këtej që volumi përgjithshëm t'i përgjigjet trendit të rritjes. Tjetra është bonusi, është fillimi i këtij procesi të rishikimit të të gjithë hapave që ndjekim në raport me pensionistët dhe me pensionet. Në këtë takim, ku kanë qenë të pranishëm edhe autoritetet fushës së sigurimeve, u zhvillua një diskutim i hapur e informues me pensionistët e qarkut mbi një sër çështjesh të lidhura me pensionet, si rëndësia e pagesës së kontributeve, lufta kundër informalitetit dhe deklarimi i pagës reale, si dhe për llogaritja e re e viteve të pensionit.